Debati për administrimin e plazheve publike në vijën liqenore të Pogradesit ka sjellë reagimin zyrtar të Bashkisë Pogradec pas deklaratave të bëra në media nga një subjekt biznesi sipas të cilit hapësirat publike në plazh janë reduktuar në favor të privatëve. Sot jemi vënë në dieni që plazhet publike janë bërë prapë private në Pogradec. Pra zona ku neve jemi këtu, nuk e di fokusohet në kamera apo jo, është plazh publik. Plazh që i përket qytetit. Këtu unë kam vendosur prej vitesh një rrjet voleybolli, ku të rinjtë para dite dhe mbas dite luajnë voleyboll. Dhe është një vend atraktiv për qytetin tonë, ku ne si sport të cilin e praktikojmë, kemi vendosur voleybollin, kemi çadrat, mandej që janë çadra për plazhin publik, dhe sot vijem në dieni që plazhi publik në Pogradec, nuk e di më ndjek dot me kamera apo jo, është vetëm nga gjithë kjo hapësirë që ne kemi këtu, që po ta shikosh gjithë kjo hapësirë, plazhi publik është këtu, fillon plazh publik dhe kemi, mund ta mas me apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 metro plazh publik në 2 kilometra plazh. Në reagimin e saj, Bashkia Pogradecit cilëson këto pretendime si të pavërteta, duke theksuar se gjatë viteve të fundit është punuar për zgjerimin e hapësirave publike në dispozicion të qytetarëve dhe pushuesve. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm në segmentin ranor, nga Hotel Enkelana deri tek banjat publike, janë parashikuar 5 hapësira publike të evidentuara në hartën e administrimit të plazheve. Nga 185 metra linear plazh, 92.5 metra janë publik, 82.5 metra privat, ndërsa 10 metra janë të dedikuara për varkat me pedalina. Bashkia thekson se përveç këtyre hapësirave në zonën e njohur si Konti funksionojnë dhe 3 plazhe të tjera publike, ndërsa plazhi Uçkave mbetet tërësisht publik. Pjesën që ne po bisedojmë, që është plazhi më i frekuentuar këtu përballë degës në Bashkinë Pogradec, është rreth 160 metër linear. Dhe në këtë plazh janë 3 plazhe publik. Tek parcela e parë është rreth 50 metër linear, parcela e dytë është 22 metër linear dhe parcela e tretë është rreth 18 metër linear. Dhe gjithë pjesa tjetër është përndarë në operator turistik, që të cilët kanë marrë nëpërmjet aplikimit që kanë kryer tek Albania, janë pajisur me lejet e tyre për hapësirat private. Rasti konkret tek përballë lokal Sherlockut është 22 metër linear plazhi publik dhe pjesa tjetër 50 metër është dhënë 3 subjekteve që janë 2 hotele dhe një bar-restoran. Një pjesë e konsiderueshme e vijës ranore drejt Drilonit vijon të jetë e lirë për përdorimin nga qytetarët dhe turistët. Sipas bashkisë, investimet në plazhet publike kanë përfshirë vendosjen e çadrave falas, krijimin e infrastrukturës për personat me aftësi të kufizuara dhe përmirësimin e kushteve për pushuesit. Autoritetet vendore shprehen se raporti mes hapësirave publike dhe atyre private është të tashmë në favor të publikut, duke i konsideruar deklaratat e fundit si të pabazuara dhe që nuk i shërbejnë zhvillimit të turizmit në qytet.